Gruaja e parë e krijuar, Havaja, por ajo nuk ishte thjesht gruaja e parë. Ajo ishte gjithashtu e para që ndjen ndarjen, e para që ndjen pendim dhe e para që ndjen vetmin. Pra, si filloi gjithçka? Ajo jetonte në parajs me engjëjt, e rrethuar nga bukuri mahnitse. Një ditë, një pëshpëritje, një vesvese ndryshoi gjithçka, dhe një gabim e solli atë poshtë në heshtjen e tokës, kur lidhja e saj me parajsën u shkëput. Ajo ishte vetëm në ndjellin përvëlues të Xhidës, larg Ademit. Ajo u përpoq të mbijetonte në këtë botë të panjohur. Ajo u lut me shpresë që të takonte sërish bashkëshortin e saj. Ajo ju lut Allahut që ta falte. Ajo donte të rregullonte gabimin që kishin bërë së bashku dhe ta shihte edhe një herë. Çfarë na thot në të vërtetë ai pemë që ndryshoi fatin e të gjithë njerëzve? Disa njerëz thonë se kishte një grua tjetër të krijuar para Havës. Emri i saj ishte Lilith. Por çfarë thot Islami për këtë? Nga vijnë këto pretendime? Tani jemi këtu me anën e harruar të Havës dhe historinë e saj emocionale. Ju po shikoni Religious Story TV. Më shumë se 200 video me histori islame po ju presin. Mos harroni të abonoheni në kanalin ton dhe të jepni like videos për të na mbështetur. Nëse jeni gati, le të fillojmë. Profeti Adem ishte njeriu i pari krijuar, dhe ai ishte qenia më e nderuar që Allahu kishte krijuar deri në atë ditë. Allahu e bëri atë nga dheu dhe fryu në të nga shpirti i tij. Ademi filloi të jetonte në parajs, e rrethuar nga bukuri mahnitse, peizazhe shkëlqyese, pemë të gjelbërta dhe lumenj të pastër. Por edhe pse parajsa ishte e bukur, Ademi ndihej i vetmuar. Çdo krijim ishte krijuar në çifte, duke jetuar në harmoni, por Ademi nuk kishte askënd me të cilin të fliste, me të cilin të ndante gjëra. Vetmia filloi të rritet thellë në zemrën e tij. Natyrisht, Allahu e dinte këtë ndjenjë tek Ademi. Ai vendosi të krijonte një partner, një shoqe për të. Por fillimisht, Allahu donte që Ademi të ndjente me të vërtet këtë vetmi. Edhe në parajs, të qenit vetëm është një emocion i fortë, dhe pas ndjenjës së saj, Allahu do t'i jepte dikë me të cilin të jetonte. Një ditë, Allahu e bëri Ademin të binte në një gjumë të thellë. Ky nuk ishte thjesht pushim normal, ishte fillimi i një nga mrekullitë më të mëdha të krijimit. Ndërsa Ademi flinte paqësisht, Allahu Azza ve Xhela mori një brinjë nga ana e tij të djathtë, brinjën e 13. Ajo brinjë ishte gati të bëhej pjesë e një mrekullie të re krijimi. Hap pas hapi, ajo brinjë u bë e gjallë. Me fuqinë e Allahut, u kthye në një qenie njerëzore, dhe kur Havaja hapi syt, ajo e gjeti veten në kopshtet magjike të parajsës. Ajo shikoi me habi pemët e gjelbërta të shkëlqyese, qiellin e kaltër të pafund dhe rrjedhjen paqësore të lumenjve të pastër. Por mes të gjitha kësaj bukurie, një gjë dallohej më shumë se çdo gjë tjetër. Ademi ishte shtrirë pranë saj, ende i fjetur. Kur Havaja e shikoi Ademin, ajo ndjen një lidhje të ngrohtë në zemrën e saj. Ajo nuk e njihte ende, por me paqen dhe afërsinë brenda saj, ndihej sikur ai ishte pjesë e saj. Kjo ndjenjë nuk ishte thjesht një dhuratë nga Allahu, ishte gjithashtu pjesë e sekretit të krijimit të saj. Dhe pastaj, Ademi hapi syt. Kur u zgjua, ai pa një nga qenjet më të bukura në parajs duke qëndruar përpara tij, Havën. Ai është ai që ju krijoi nga një shpirt i vetëm dhe bëri prej tij partnerin e tij, që ai të gjej paqe me të. Araf 189. Kur Ademi e pa për herë të parë, zemra e tij u mbush me një ngrohtësi që nuk e kishte ndjer më parë. Ishte një shenjë se vetmia e tij ishte mbaruar. Tani ai nuk do të gëzonte vetëm bukurinë e parajsës, por gjithashtu do të ndante jetën e tij me një partner që përputhej me shpirtin e tij. Por pse u krijua Hava nga brinja e Ademit? Në Kur'an nuk ka shpjegim drejt për drejt ose të detajuar se si u krijua Havaja. Por në hadithe autentike, si ato në Buhariu dhe Muslimin, ne shohim se ajo u krijua nga brinja e Ademit. Përshkrimet të detajuara të kësaj gjenden si në komentet e Kuranit, ashtu edhe në komentet e Teuras. Në tefsirin e Taberit dhe në disa komente të tjera të Kuranit, thuhet se Ademi ishte vetëm në parajs. Ai ra në një gjumë, kur u zgjua pa një grua pranë saj. Ademi tha, "Kush je ti?" Gruaja ju përgjigj, "Jam grua." Ademi pyeti, "Nga çfarë u krijove?" Ajo tha, "Nga ti." Ademi pyeti, "Pse u krijove?" Ajo tha,
të jem shoqja jote. Ademi pyeti, pse u krijove? Ajo tha, që të gjesh paqe me mua. Sipas Teuras, Allahu nuk e krijoi Havajen nga koka e Ademit që ajo të mos bëhej krenare. Ai nuk e krijoi nga sytë e tij, sepse ajo mund të bëhej gjeloze ose të dëshirojë jete të tjera. Ai nuk e krijoi nga goja e tij, sepse ajo mund të flasë pa nevojë ose të shkaktojë probleme. Ai nuk e krijoi nga zemra e tij që xhelozia të mos hynte në të, dhe ai nuk përdori duart ose këmbët e Ademit, që ajo të mos vjedh ose të mos ecte pa qëllim. Në vend kësaj, Havaja u krijua nga një pjesë më të fsheshtë dhe më të përullur të Ademit, brinja e 13. Brinja vendoset thellë dhe e mbrojtur brenda trupit. Ndaj Havaja u krijua të jetë e përullur, e thjeshtë dhe afër bashkëshortit të saj. Në fakt, këto pikpamje përputhen me jetën e Havajës në ngjarjen që i çoi të largoheshin nga parajsa. Ajo nuk e fajsoi Ademin. Në vend kësaj, ajo pendoi dhe lutej që të ishte sërish me të. Në burimet islame, ajo përshkruhet si dikush që mbështet dhe lodh bashkëshortin e saj në të gjitha situatat, si gjyshma e tjetër e amollës. Në të njëjtin mënyrë, Ademi gjithashtu nuk e fajsoi atë. Ai pendoi dhe jetoi me mall të ribashkohej me të. Tani jemi këtu me momentin më kritik në fatin e të gjithë njerëzve. Allahu i vendosi profetin Adem dhe Havajen në një jetë të përsosur në parajs. Ai u dha çdo lloj bekimish pa lumi, por ai u tha që të mos hanin nga pema e ndaluar. Kjo ishte një paralajmërim për të treguar se liria njerëzore vjen gjithashtu me përgjegjësi. Urdhri i Allahut ishte një provë për të shohin se ata do të mbeteshin në vendin e tyre në parajs. Në Kur'an thuhet, ai tha, o Adem, jeto në parajs me gruan tënde, ha lirisht nga kudo që doni, por mos ju afroni kësaj peme, ose do të bëheni ndër të padrejtët. Araf 19. Allahu i tha Ademit dhe gruas së tij të jetonin në parajs dhe të hanin nga frutat e saj sa të donin, kudo dhe kur do donin. Ai u këshilloi që të mos shqetësoheshin se frutat do të mbaronin ndonjëherë. Edhe pse ju dha një liri të madhe, ai vendosi se kishte një kufi. Ai u tha që të mos i afroheshin pemës së ndaluar. Nëse e bënin këtë, ata do të llogariteshin ndër të padrejtët. Kjo tregon se autoriteti që ju jepet njerëzve nuk është absolut. Ka kufi dhe kalimi i tyre është padrejtësi, zullëm. Në ajet nuk thuhet mos hani nga pema, por mos ju afroni asaj. Kjo tregon se sa serioz është paralajmërimi. Disa thonë se pema ishte grur, rrush ose fik. Dietarët sufi besoj se ishte grur ose një kallamisht e gruri, sepse gruri është shumë i rëndësishëm për jetën njerëzore. Por qasja më e mirë është të mos emërtojmë pemën, sepse nuk ka deklarat të qartë në Kur'an. Allahu nuk dha emrin e pemës në Kur'an. Ai vetëm na tha se kishte një pemë specifike në parajs, dhe se ajo kishte fuqinë të çonte Ademin larg suksesit dhe lumturisë. Pema nuk ishte vendosur në parajs për të ngrënë, por si një provë bindjeje dhe besnikërie. Ajeti përdor fjalën zulm, padrejtësi, për të treguar se sa serioz do të ishte mëkati dhe dënimi nëse Ademi dhe gruaja e tij nuk bindesin. Në kopshtet paqësore të parajsës, ndërsa engjëjt dhe qenjet e tjera po përuleshin me admirim të nga madhështisë së Allahut, kishte një qenje që mbeti jashtë kësaj prove të madhe, shejtani. Në Kur'an, në surën Araf, shpjegohet historia e krijimit të Ademit dhe rangu i veçantë që ju dha atij, së bashku me reagimin e shejtanit. Ne ju krijuam, pastaj ju dham formë, pastaj ju tham engjëjve, përuluni para Ademit. Kështu që të gjithë e bën, përveç Iblisit, i cili refuzoi të përkulej me të tjerët. Allahu pyeti, çfarë të ndaloi të përkulesh kur të urdhërova? Iblisi ju përgjigj, unë jam më i mirë se ai. Ti më krijove mua nga zjarri, por atë e krijove nga balta. Allahu tha, zbrit nga parajsa. Ti nuk ke të drejtë të jesh arrogant në këtë vend. Dil tani, ti je me të vërtet një nga të poshtëruarit. Iblisi tha, atëherë më jep kohë deri në ditën e ringjalljes së tyre. Allahu tha, të jepet kohë deri në ditën e caktuar. Iblisi tha, sepse më çove në humbje, unë do të ulem në rrugën e tyre të drejtë. Pastaj do t'ju vi atyre nga përpara tyre, nga pas tyre, nga e djafta e tyre dhe nga e majta e tyre, dhe ti do të gjesh shumicën e tyre mosmirnjohës. Allahu tha, dil prej këtu. Ti je i mallkuar, dhe me siguri unë do ta mbush xhehenemin me ty dhe ndjekësit e tu, të gjithë së bashku.
kështu që shejtani u hodh jashtë nga prania e Allahut. Ai nuk kishte më vend në kopshtet e bukura të parajsës, sepse refuzoi të përkulej para njeriut që Allahu kishte krijuar. Ai u mallkua përgjithmonë. Xhelozia që ndjente ndaj njerëzve e errësuar zemrën e tij gjithnjë më shumë. Të qenit i dëbuar nga parajsa paqësore e mbushi atë me zemërim djegës. Ai duhej ta shkatronte botën e tyre të përsosur. Por si? Ai ishte ndaluar të hynte në parajsë. Megjithatë, shejtani kishte fuqinë e vezvesës, përshpëritjes së mendimeve të këqija. Ai mund të ndjente dobësitë më të thella të njerëzit dhe të ngatronte mendimet e tyre duke përshpëritur në zemrat e tyre. Duke përdorur këtë aftësi, ai u afrua pranë portave të parajsës, qetësisht dhe fshehtësisht, si një zë nga hijet. Ai gjeti Ademin dhe Haven. Ai ishte gati të bënte lëvizjen e tij të parë për të thyer paqen e tyre. Ai qëndroi pranë portës së parajsës dhe filloi të përshpëriste me zërin e tij të ftohtë dhe dinak. Në fillim, profeti Adem dhe Hava u përpoqën ta injoronin. Urdhri i Allahut ishte i qartë: qëndroni larg shejtanit dhe mos bini në kurthet e tij. Por përshpëritjet ndiheshin si erë që rrithte në mendimet e tyre. Po ju thëras, tha shejtani. Pse keni frikë? Ejani më afër, dua t'ju them një sekret. Hap pas hapi, Ademi dhe Hava ecën drejt portës së parajsës. Shejtani i kishte rrethuar. Ai bëri një buzëqeshje të keqe dhe përshpëriti përsëri. E di, Zoti juaj ju andalon atë pemë. Por a e keni pyetur ndonjëherë pse? Pse e ndaloi? Sepse nëse hani prej saj, do të bëheni si engjëjt. Ju nuk do të vdisni. Ju do të qëndroni në parajsë përgjithmonë, ashtu si ata që janë afër Allahut. Këto përshpëritje kumbuan në mendimet e tyre. Ata ngurzuan. Ata filluan të dyshonin. Të bëheshin engjëj? Të jetonin në parajsë përgjithmonë? Shejtani kishte gjetur dobësinë e tyre. Ai vazhdoi të përshpëriste. Zoti juaj ju andalon këtë. Nëse hani nga pema, do të qëndroni këtu përgjithmonë. Sytë të Ademit dhe Havas u lëvizën ngadalë drejt pemës së ndaluar. Pa e kuptuar as vetë. Fryti që varej nga pema e ndaluar, filloi të dukej më i tërheqshëm për ta. Shejtani kishte përfunduar planet e tij me sukses. Ai kishte mbjell sedra vezvesesh, përshpëritjesh në mendimet e tyre, dhe i kishte ushqyer ato sedra me dyshim dhe dëshirë. Ai buzëqeshi në heshtje dhe u tërhoq prapa, sepse tani ata po luftonin me veten e tyre. Pastaj, erdhi momenti. Ademi dhe Hava harruan urdhrin e Allahut për një çast dhe hëngrën nga fryti i pemës së ndaluar. Plani i zgjuar i shejtavit për t'i dëbuar nga parajsa kishte funksionuar. Në Islam, një pikë e rëndësishme duhet të shpjegohet këtu. Në fetë e tjera, kjo embvedhje shihet si mëkat nga Ademi. Por në besimin ton, kjo nuk është e vërtetë. Fjala insan, në arabisht, do të thot ai që harron. Në fillim, Ademi dhe Hava nuk ju afruan pemës, edhe kur shejtani në përpoq të përshpëriste atyre. Por ngadalë, përshpëritjet ndryshuan në mendimet e tyre. Ata filluan të mendonin se pema mund t'i afronte ata më pranë Allahut. Në fund, ata harruan urdhrin e Allahut për një kohë të shkurtër dhe hëngrën nga fryti i pemës. Edhe pse e harruan, ishte ende një gabim. Në këtë pikë, ka një hadith që gjendet në Buhari, Muslim dhe Tirmithi. Ademi dhe Musaj, paqja qoftë mbi ta, njëherë patën një diskutim. Musa ju përgjigj Ademit: a nuk je ti ai që bëri një gabim dhe shkaktoi se njerëzimi të hiqej nga parajsa dhe të jetonte në vuajtje? Ademi ju përgjigj: ti je ai i zgjedhur nga Allahu për të marrë shpallje dhe të flisnin drejt për drejti me të. Dhe tani më fajson mua për diçka që Allahu e kishte shkruar për mua 40 vjet përpara se të krijohesha. Profeti Muhammed, sallallahu alaihi wasallam, tha: Ademi ju përgjigj Musait me të vërtetë dhe fitoi argumentin. Disa dietar thonë se kjo takim ndodhi në Berzah, botën e shpirtrave pas vdekjes. Kjo do të thotë se ata u takuan në qiej, pasi Musa i kishte vdekur. Pas disa dietarëve të tefsirit, kur Allahu tha në suren Bakare 2:30, unë do të vendos një halife, udhëheqës në tokë, u tha 40 vjet përpara se Ademi të krijohej. Siç mund të shohim, Allahu e kishte planifikuar që Ademi të jetonte në tokë dhe të ishte halife. Ishte shkruar në fatin e tij. Duke u kthyer në histori, momenti që hëngrën frytin e pemës së ndaluar, atmosfera paqësore e parajsës plotësisht ndryshoi. Në një çast,
pafajësia e tyre zhduku. Përpara se të hënin frytin e ndaluar, Ademi dhe Hava ishin të pastër dhe të pafajshëm. Ashtu si fëmijët, në formën që Allahu i kishte krijuar. Në parajs, ata nuk kishin vetdije për pjesët private të njëri tjetrit. Ata jetonin në pastërti të plot, pa ditur asgjë për mëkat ose të keqe. Në atë moment, diçka ndryshoi në jetën e tyre. Mendimet e tyre të pastra dhe të pafajshme, papritmas u mbushën me vetdije. Ata filluan të vënë re pjesët private të njëri tjetrit. Ajo që nuk kishte rëndësi më parë, tani i mbushte me turp. Ata shpejt zgjodhen gjethe në parajs dhe u përpoqën të mbuloheshin. Kjo reagim tregoi se ata natyrshëm kishin një ndjenjë turpi dhe të qenit lakuriq shkonte kundër ndjenjës njerëzore të moralitetit. Pastaj, zëri i Allahut tundi qiejt dhe tokën. A nuk ju ndalova nga ajo pemë? A nuk ju thash se shejtani është armiku juaj i qartë? Këto fjalë hyjnore i goditën thellë me pendim. Urdhri i Allahut kishte qenë i qartë dhe ai tashmë i kishte paralajmëruar, por ata ishin mashtruar nga vezvese, pëshpëritje. Ademi dhe Hava u shtypën nën peshën e këtyre fjalëve. Ata e kuptuan gabimin e tyre dhe menjëherë ju drejtuan Allahut duke kërkuar falje. Në atë moment, ata u strehuan në mëshirën e Allahut dhe thanë: O Zoti ynë, ne kemi bërë pa drejtësi ndaj vetes sonë. Nëse ti nuk na fal dhe nuk ke mëshirë për ne, ne do të jemi me të vërtet ndërhumbësit. Kjo lutje tregoi se sa e thellë ishte pendimi i tyre dhe sa shumë shpresonin për faljes Allahut. Ata e dinin se vetëm mëshira e Allahut mund t'i shpëtonte. Lutja e tyre ishte një shenjë besnikërisë së tyre ndaj Allahut. Edhe pse kishin bërë një gabim, ata ende ju kthyen atij. Por tani ishte e qartë se ata nuk mund të qëndronin më në parajs. Parajsa ishte një vend pastërtie dhe bindjeje, dhe ata kishin dështuar provën. Allahu vendosi t'i dërgonte ata në një vend ku jeta do t'i ishte plot me luftë dhe sfida, botën. Ata do të largoheshin nga kopshtet paqësore të parajsës dhe do të përballen me realitetet e ashpra të jetës në tokë. Allahu u tha atyre: zbritni si armiq të njëri tjetrit. Ju do të jetoni në tokë për një kohë dhe atje do të gjeni mjetet tuaja të jetesës. Ky ishte një fillim i ri për njerëzimin. Jeta në parajs kishte mbaruar dhe jeta në tokë kishte filluar. Bota do të ishte një vend provash dhe sfidash për ta. Allahu dërgoi Ademin dhe Havën në pjesë të ndryshme të tokës. Sipas disa transmetimeve, Ademi u dërgua në Serendip, tani Sri Lanka, dhe Hava u dërgua në rajonin e Xhidës në Arabi. Duke u vendosur në vende të ndryshme, ata mbetën të ndarë për një kohë. Kjo ndarje u bë një nga provat e mëdhaja të jetës së tyre në tokë. Secili prej tyre u lut në vende të ndryshme, duke i kërkuar Allahut falje dhe duke shpresuar të takoheshin sërish me njëri tjetrin. Ata ju drejtuan Allahut me zemra të sinqerta, dëshiruar ribashkim dhe afërsi me të. Në burimet hebraike dhe krishtere, Hava shpesh fajsohet për ngrënien e frutit të ndaluar. Në librin e Zanafilës në Teurat, tregohet se Hava u mashtrua, pastaj hëngri frutin dhe ja dha Ademit. Në këtë histori, Hava luan një rol më të aktiv. Ajo tregohet si e para që theu rregullin dhe si ajo që ndikoi bashkëshortin e saj. Kjo traditë u bë arsyeja pse gratë shpesh shihen si përgjegjëse për mëkatin origjinal, sidomos në krishtërim. Hava u pa si burimi i këtij mëkati, dhe kjo besim çoi që gratë të shihen si të kenë një status më të ulët gjatë gjithë historisë. Në teologjinë krishtere, mëkati i Havës besohej se ndikonte të gjithë njerëzimin, që bëri që gratë të nënvletësoheshin, por me Islam, Hava nuk shihet si e vetme për t'u fajsuar. Islami e shpjegon këtë ngjarje në një mënyrë të drejtë dhe të ekuilibruar. Ai thot se si Ademi ashtu edhe Hava ishin po aq përgjegjës. Për shkak të besimit që fajsonte Havën për mëkat, disa grupe feministe kanë marrë si shembull një figurë tjetër femërore, një grua me emrin Lilith. Sipas besimit të tyre, Hava nuk ishte gruaja e parë e profetit Adem. Sot emri Lilith mendohet shpesh. Historia e Lilithit vjen nga një mit hebraik. Ajo thuhet se është gruaja e parë e krijuar pranë Ademit përpara Havës, por Lilithi nuk përshkruhet si një grua e pavër.
Ajo shihet si simbol lirie dhe pavarësie. Në këtë besim, ndërsa Hava u krijua nga brinja e Ademit, Lilithi u krijua si Ademi, nga balta. Për shkak të kësaj krijimi të barabartë, Lilithi refuzoi që Ademi të sundonte mbi të. Ajo donte të ishte e barabartë me të. Kur Ademi e përpoq ta urdhëronte, Lilithi kishte një zgjedhje të vështirë të bënte, ose të qëndronte në kopshtin e parajsës dhe të bindej Ademit, ose të largohej nga parajsa për të mbajtur lirinë e saj. Lilithi zgjodhi opsionin e dytë dhe u largua nga parajsa. Ajo shkoi të jetonte pranë detit të kuq. Ky vendim çoi në mërgimin e saj, por Lilithi nuk refuzoi të hiqte dorë nga liria e saj. Thuhet se Allahu dërgoi engjëj për ta zgjidhur prap, por ajo kundërshtoi dhe refuzoi, estaghfirullah, edhe krijuesin e saj. Pas kësaj, Ademi kërkoi që dikush të ishte me të, dhe Allahu krijoi Havën. Pra Hava mori vendin e Lilithit, por me kalimin e kohës, rebelimi i Lilithit dhe refuzimi i saj për t'u kthyer u bë legjend. Njerëzit që kishin frikë se Lilithi do t'u bënte keq fëmijëve, mbanin talisman me emrat e engjëjve që u dërguan për ta sjellë prap. Sipas mitit, Lilithi mori formën e një gjarpri për të mashtruar Havën. Ajo e bindi atë të hënte frutin e ndaluar, gjë që çoi që Ademi dhe Hava të dërgoheshin jashtë parajsës. Historia e Lilithit nuk gjendet në Biblën e krishtere dhe nuk pranohet në krishtërim. Ideja se Lilithi ishte gruaja e parë e Ademit shfaqet vetëm në mitologjinë hebraike. Besohet se historia e Lilithit u hoq nga Bibla, sepse nuk përputhej me sistemin patriarkal në shoqëritë hebraike dhe krishtere. Për këtë arsye, lëvizjet feministe moderne e kanë marrë Lilithin si simbol. Ajo është bërë një figurë për gratë që i rezistojnë kontrollin mashkullor dhe përfaqëson lirinë. Edhe sot, Lilithi shihet në disa pjesë të kulturës moderne si simboli i luftës së grave, por siç u përmend më parë, Islami e hedh këtë ide. Tani, le të kthehemi tek ngjarjet e fuqishme që Hava i përjetoi pasi u dërgua poshtë në tokë. Allahu Azze ve Xhel dërgoi Ademin dhe gruan e saj Havën poshtë nga qiejt në tokë, në të njëjtën ditë që ata u krijuan, në premten, përpara perëndimit të diellit. Kur Hava e rriti në tokë, lartësia e saj arrinte qiejt, gjë si profeti Adem. Këmbët e saj qëndronin fort në tokë, ndërsa koka e saj ngrihej drejt qiejve. Me formën e saj magjestore, ajo mund të dëgjonte tesbihin, lavdërimet e engjëjve. Këto tinguj e munduan për parajsën. I sollën paqe, por pastaj Allahu e zvogluai lartësinë si të Ademit, ashtu edhe të Havës në 6 kubit, rreth 40 metra. Nga ai moment e tutje, asnjëri prej tyre nuk mund të dëgjonte më lavdërimet e engjëjve. Kjo ishte pjesë e provës së Havës në tokë. Ajo tani duhej të mësohej me këtë jetë të re dhe të duronte dhimbjen e të qenit të larg parajsës. Ajo e gjeti veten në tokën e nxehtë dhe të thatë të Gjidës, në Arabi. Në atë moment, ajo ndjeu vërtet vetmi, e rrethuar nga zbrastira. Të qenit larg Ademit e mbushi me trishtim të thellë dhe pa fuqi. Në parajsë, gjithçka kishte qenë kaq e lehtë. Nevojat plotësoheshin menjëherë dhe paqja ishte kudo, por jeta në këtë botë të re ishte ndryshe. Me kalimin e kohës, malli brenda Havës u rit më fort. Larg, mijëra kilometra larg, profeti Adem ndjente të njëjtën gjë. Ai shpesh i lutej Zotit të tij, duke i lutur për falje për veten dhe për gruan e tij. Të dy e dinin thellë brenda se kjo ndarje ishte një provë. Hava kaloi ditët e saj në xhide me lutje dhe durim. Karakteri i saj i fortë e ndihmoi të mbijetonte. Tani ajo duhej të punonte rënd për të jetuar. Me mësimet e Xhibrilit alayhis salam, ajo mësoi si të qëndronte gjallë. Ajo u përball me ashpërsinë e natyrës, mësoi të kujdesej për bimët dhe të zbuste kafshët. Edhe pse u përshtat me jetën në tokë, malli i saj për parajsën nuk e la kurrë. Çdo mëngjes ajo shpresonte për momentin që do të shihte përsëri Ademin. Edhe pse të dy u lutën shumë herë për t'u ribashkuar, ato lutje ende nuk ishin plotësuar, deri në momentin kur Ademi u lut. O Allah, më fal për hir të Muhamedit. Pas kësaj lutjeje, Allahu e pranoi pendimin e tij. Allahu e pyeti: "Si e di për Muhamedin?" Ademi ju përgjigj: "Zoti im, kur ti i dhe jetë trupit tim, unë hapa sytë dhe pash emrin Muhammed të shkruar pran emrit tënd. Në atë moment, unë mendova se ai emri të cilit të shkruar pran emrit të Zotit tim duhet të jetë shërbëtori i më i dashur, prandaj kërkova faljes tënde për hirin e tij." Allahu ju përgjigj: "Po,
Ti ke folur me të vërtet, o Adem. Ai është vërtet shërbëtori i më i dashur. Ai do të jetë profeti i fundit nga pasardhësit e tu. Për hirin e tij, unë të fal ty dhe Havën. Dhe pritja e gjatë mori më në fund. Burri dhe gruaja e parë e njerëzimit u ribashkuan në malin Arafat. Stuhia në zemrën e Havës u qetësua momentin që pa Ademin. Arafati nuk ishte vetëm vendi i takimit të tyre. U bë shenja e një fillimi të ri. Hava gjeti paqe pranë bashkëshortit të saj, dhe së bashku morën hapat e parë në jetën e tyre të re në tokë. Pas këtij ribashkimi të gëzueshëm, Allahu i urdhëroi Ademit të ndërtonte Qaben. Do të ishte vendi i parë në tokë i kushtuar adhurimit të Allahut. Duke ndjekur këtë urdhër, Ademi filloi të ecte drejt Mekës. Sipas transmetimeve, Xhibrili alayhi salam i tregoi atij vendndodhjen e Qabes dhe së bashku vun themelin e saj. Ndërsa ndërtonte këtë strukturë të shenjtë, Ademi ndjente shpirtërore të thellë. Çdo kuri që vendoste ishte një simbol i devotshmërisë të tij ndaj Allahut. Kur Qabja u plotësua, Ademit ju mësua si të kryente tavafin. Ky veprim i ecjes rreth Qabes u bë forma e parë e adhurimit dhe nënshtrimit ndaj Allahut në tokë. Pasi përfundoi këtë detyrë fisnike, Ademi shkoi me Havën të jetojë në Damask dhe të fillonte një jetë të re. Hava, tashmë e njohur si gruaja e parë, tani ishte gati të fitonte një titull tjetër. Nëna e parë. Si nëna e parë e njerëzimit, Hava mbajti një përgjegjësi të madhe për të vazhduar gjeneratën njerëzore. Një kapitull i ri në historinë njerëzore kishte filluar. Këto toka do të bëheshin vendi ku njerëzit filluan të shumëfishohen. Me bekimin e Allahut, Hava lindi 21 herë. Në 20 lindjet e para, ajo kishte binjak, e çdo herë një djalë dhe një vajzë. Këto fëmijë ishin lulëzimet e para të familjes njerëzore, por gjatë lindjes së 21 herës, diçka ndryshe ndodhi. Këtë herë, vetëm një djalë lindi, profeti Shith. Ky fëmijë ishte një nga dhuratat më të mëdha që Allahu u dha Ademit dhe Havës. Shithi do të luante rolin shumë të rëndësishëm në vazhdimin e njerëzimit dhe do të bëhej profeti që udhëhiqte njerëzit. Por historia njerëzore nuk ishte plot vetëm me bukuri. Një nga momentet më të dhimbshme në jetën e Havës erdhi nga një ngjarje tragjike midis fëmijëve të saj. Një mosmarrveshje midis Kabilit dhe Habilit çoi në vrasjen e parë në historinë njerëzore. Hava përjetoi dhimbjen më të madhe që një nën mund të përballej. Ajo duhej të varronte një fëmijë ndërsa humbiste një tjetër për të keqen. Ky ngjarje zemërthyese e mbushi zemrën e saj me trishtim të thellë. Kabili dhe Havi zinin për 100 vjet, duke vajtuar humbjen e fëmijëve të tyre. Kaluan mijëra vjet. Si pasoneve, Ademi jetoi deri në moshën 2000 vjeç. Hava vdiq 40 vjet pas tij, siç i kishte dekretuar Allahu. Edhe pse nuk ka prova të qarta se ku u varros ajo, shumë transmetime thonë se ajo shtrihet në një varr gjigant në Sri Lanka, duke pushuar pranë Ademit. Ndoshta momenti më i dhimbshëm në jetën e Havës ishte dita që djemtë e saj, Kabili dhe Habili, luftuan dhe përfundoi me dekje. Momenti kur një djalë vrau një tjetrin ishte ndoshta dita më e errët e jetës së saj. Ky ngjarje tragjike solli një trishtim të thellë jo vetëm për të, por për të gjithë njerëzimin. Për fat të keq, bota që dëshmoi lotët e Havës ende nuk ka gjetur paqe sot. Jemi 8 miliard njerëz në tokë. Jemi të gjithë fëmijë e nipinj të Havës, por si lufta e Kabilit dhe Habilit, shumë histori e njerëzimit është plot me luftra, konflikte midis vëllezërve dhe gjak i pafajshëm që derdhet pa arsye. Çdo ditë, mijëra njerëz të pafajshëm, gra, fëmijë dhe të tjerë, bëhen viktima të këtyre konflikteve. Nëse Hava do të ishte gjallë sot, ajo me siguri do të shikonte gjendjen e njerëzimit me trishtim të madh. Zemra e saj nuk do të ishte në gjendje të duronte të shihte fëmijët e saj duke vrarë njëri tjetrin. Por ne, në vend që të ngrejmë krye, vazhdojmë të mbyllim sytë dhe themi se kjo nuk është problemi ynë. Kujtoni se çfarë tha profeti sallallahu alaihi wasallam. Kushdo që ndalon një të keqe të ndodhi, ajo të keqe nuk do ta dëmtojë atë. Pra, edhe pse nuk mund të ndryshojmë gjithçka, të paktën le të flasim kundër padrejtësisë, që një ditë e njëjta fat mos na arrijë neve. Kemi ardhur në fund të videos son. Mos harroni të jepni like videos dhe të abonoheni në kanal që të mos humbisni më shumë video si kjo. Ndari mendimet tuaja në komente dhe na tregoni cilat tema do të doni të shihnit më pas. Shihemi në videon tjetër. Allahu ju mbrojt.